duhet të jemi shumë të qartë për një gjë. Ata që i denigrojnë këto subvencione si harxhim i kot i buxhetit të shtetit, nuk i kuptojnë nevojat e fëmijëve dhe pensionistëve, të nënave e të studentëve, të qytetarëve të vendit tonë dhe as që i kanë prioritet ato. Ata që i quajnë shtesat për fëmijë lëmosha, nuk e kuptojnë obligimin tonë shoqëror për të lehtësuar sadopak barrën e rritjes së një familje, barrë e cila bie disproporcionalisht mbi nënat. Ata as nuk e kanë prioritet pavarësinë financiare të grave, 90.000 prej të cilave kanë hapur llogari bankare për herë të parë në emrat e vet vetëm për shkak të këtyre shtesave. Që secili fëmijë dhe secili pensionist të përfitojë 100 euro më shumë gjatë festave të fundvitit, fal rritjes son rekorde ekonomike dhe buxhetore, nuk quhet lëmosh, por quhet drejtësi.